Sot ishte një seancë parlamentare e cila shpërfaqi një ditë politike. Pra, një seancë parlamentare e cila përngjasonte në një ditë politike të një legjislature në vijimësi, një kur të mendosh që procesi i zgjedhjes presidentit nuk është aty. Patjetër me akuza dhe kundër akuza mes palëve, me thënie dhe kundër thënie, me përplasje verbale politike dhe me një barikadim të qartë shumicë dhe opozit nga të dy anët, përkatësisht në sallën e kuvendit. Pra, seanca e sotme përngjau me seancat e ndryshme të legjislaturës para asaj të muajit shkurt, pra të legjislaturës të 4 viteve të qeverisjes të mandatit të lëvizjes vetëvendosje, pra përpara krizës politike të shkurt deri në dhjetor të 2025-s, por nga ana tjetër, patjetër që në tërësinë e vet, ajo ditë politike e sotme në kuvend është një ditë që na bën pesimist në mendim për mundësinë e marrëveshjeve të ndryshme politike, mbi të gjitha në vigjilje të procesit të presidentit të zgjedhjes presidentit apo presidentes Republikës Kosovës. Afati kushtetues ka ende kohë në pamje të parë, por patjetër kur mendon traditën jo të mirë të kohëve të afërta të shkuarës, ku kriza politike ciklike e vitit kaluar, dhe nga ana tjetër tendenca e qartë për të barikaduar palët në seanca si kjo e sotme, dëshmon pa kaluar në mendime negative, por dëshmon për vullnetet të kufizuar